Dje në mbrëmje Gjesti u mundua të bisedoj me Eglin, pasi kjo e fundit me sjelljen e saj të ftohtë e kishte ngrirë komunikimin mes tyre. Ai u mundua ta bënte të qesh Eglin, duke e ftuar edhe për darkë, por ajo e refuzoi. Mëtej, teksa kanë së bashku me banor të tjerë në ambientet e shtëpisë, Egli ja ka thënë në sy Gjestit disa të vërteta të sajat, sa i përket marrëdhënies së saj me të dhe asaj të Gjestit me Rozana Radin. Dashuria motër e vëlla mbizotëron mbi të gjitha. Ai e do, ajo e do muhabeti. E doni fort njëri tjetrin. Nëse ka një njeri në shtëpi që ti e do shumë fort, është ajo. Që ti nuk rri do të larë. I pa shkollë, analfabet, ti s'di, ti s'ke lexuar një gjë, ti nuk përshtatesh dot me mua, ti nuk ke nivel të rrish me mua, ti je i ulët, ti si je lojtar këtu. Të gjitha ja pranon, i haron se ndjesia është shumë e madhe, shumë e fortë. Motër, vëlla i haron, i hedh poshtë dhe shkon e përqafon. E di se çfarë e ke, e di që nuk do asnjëri këtu. Pranoje që ke një lojë me të që nuk e lëshon dot. Ti prap nesër kur ajo vjen të thotë më fal, ti e fal dhe bëheni prap motër dhe vëlla. Unë nuk i gjykoj dot këto se unë i kam bërë vetë. Ama unë e kam shprehur që të kam dashur. Edhe vazhdoj të dua shumë. Ama nuk kam më tolerim për asnjë gjë që shkel emrin tim dhe dinjitetin tim. Vetëm kaq. Unë dua veten time të parën, nuk është se nuk të dua ty, unë e kam panoramën shumë të qartë. Nuk i tërhiqem mbrapa asnjë gjë që ma ka ndjerë zemra ta bëj ashtu dhe kam bërë ashtu. Kam bërë shumë gabim. Ti ke gabimet e tua, mbaj përgjegjësi për veprimet që ke bërë kundrejt meje duke më lënë të kuptoj diçka tjetër dhe duke më thënë diçka tjetër dhe ti je Gjesti këtu dhe unë jam Egli Tako dhe secili ka rrugëtimin e vet, i tha Egli Gjestit.